me situatën e popullsisë shtetëformuese shqiptare në Maqedoninë e Veriut, për gjithçka që ka rëndësi për të drejtat, për rolin, për vendin e shqiptarëve në arkitekturën e shtetit të Maqedonisë së Veriut. Kemi folur për nevojën për të forcuar marrëdhëniet mes dy vendeve dhe natyrisht ura më e mirë, më e fortë, më e qëndrueshme është popullsia shqiptare në Maqedoni. Shqipëria e do Maqedoninë e Veriut të zhvilluar, të avancuar, e do të angazhuar në rrugën evropiane dhe shpresoj të takohemi edhe ne dhe ata kur të arrijmë të hymë në Evropën e Bashkuar, në mënyrë që të bashkohemi edhe me vlerat evropiane, siç jemi të bashkuar në shumë interesa si vende fqinj, vende mike, vende aleate dhe vende me të cilën na lidhin edhe këto që përmenda pak më parë. Sekretar. Faleminderit. Përshëndetje me shumë kënaqësi përgjigja ftesës ministrit të punëve të jashtme, zotit Hoxha. Si edhe çdo herë, ne kemi edhe përgjegjësinë, domethënë, sepse edhe që udhëheqim edhe këtu si udhëheqës qeveritar, pra të mbajmë përgjegjësi dhe sidomos të mbajmë ato lidhjet ndërshqiptare. Ne si shqiptarë të Maqedonisë edhe në kushtetutën tonë jemi pjesë e popullit shqiptar, edhe në kushtetutën e Shqipërisë, Shqipëria ka për obligim pra kujdeset edhe për shqiptarët jashtë kufive të Shqipërisë. Agjendat i kemi të përbashkëta, janë integrimet evropiane, është avancimi i çështjes shqiptare, ne jemi afër, por ndërherë duhet edhe më shpesh të takohemi edhe ndërmjet veti, po edhe me opinionin për të pa realitetin. Pa që garantoj është se Maqedonia është lëviz në frymën e marrëveshjes së Ohrit, që është pjesë e kushtetutës së Maqedonisë. Maqedonia lëviz, domethënë, edhe drejt avancimit të çështjes shqiptare, bashkë me Shqipërinë do të jemi krah për krah edhe në integrimet evropiane. Pra shqiptarët e Maqedonisë kanë nevojë për institucionet e shtetit shqiptar dhe besoj që iniciativat janë të shumta, siç edhe në nivel lokal, pra atje bartim panairin e librit shqip, me Imbamulën po bëjmë festivalin e ngjashëm pra të Korçës, me Fatmir Toçin me tjerë, po edhe në nivel institucional besoj që kemi nevojë të thellojmë bashkëpunimin dhe të ecim bashkë drejt në procesin. Shqipëria në Maqedoninë e Veriut po vdon nga disa foto që janë publikuar, disa shqiptarë të Shqipërisë në Veriut kanë nevojë për një shpjegim të saktë si që edhe nga analizuar për shkak se është emri juaj ai ku shkruhet në ato mesazhe të publikuara. Pyetja e parë është: a keni fiksuar video shqiptarë të Maqedonisë? A ekziston ai grupi WhatsApp-i me ambasadorët? A keni shqyrtur mesazhet? A keni dalë nga ai grup WhatsApp-i? Në pyetja për kryetarin është koalicioni Vlet i ka fiksuar deklaratat e ministrit Hoxhës si një skandal i rëndë politik dhe diplomatik dhe ka kërkuar që kërkohet falje publike shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Ju e keni diskutuar këtë çështje? Kërkoni një falje publike nga ministri i Shqipërisë? Mua më keq të them që u keni ngelur javën e kaluar, gjërat kanë evoluar. Unë i kam bërë të gjitha sqarimet e mia në lidhje me atë që është pretenduar dhe do doja të përdora një shprehje. U ngrit kjo tumnaj e u pam. Unë jam i hapur për të takuar në çdo kohë, në çdo rrethan, qoftë kur bien dakord, qoftë kur kemi gjëra për të biseduar, qoftë edhe nëse nuk bien dakord, sepse edhe në familje ka mosmarrveshje, nuk ka absolutisht asnjë lloj interpretimi që vlen mbi atë që ne duam të kemi, duam të ndërtojmë, mbi atë që biseduam sot dhe mbi atë që do bëjmë. Edhe unë uroj domethënë që takimet të jenë më shpeshta edhe për punë të mira. Pra do intensifikohen takimet. Keni ngelur në javën e kaluar, janë të kapërcyer ato. Ja ku e keni kryetarin e koalicionit vend, janë të kapërcyer të kaluara, domethënë sepse nuk ka absolutisht asnjë lloj tymnaje që mund të hyjë në mes nesh. Nuk ka asnjë tymnaj që mund të na zërë syt për të parë atë që është e përbashkët. Nuk ka asnjë gjë nga ato që bëhen dhe ngrihen nga hiçi që të erësoj atë që është e përgjithshme, e nevojshme, e domosdoshme që ne të jemi bashkë si vëllezër e të punojmë bashkë. Po, domethënë temat ashtu siç e tha, domethënë edhe në familje dhe vëllezër mund të ketë keq kuptime, por për atë janë takimet e drejtë për drejta
po sot agendën tonë kemi folë për se si zhvillohet korridori 8, që është projekti kryesor i qeverisë Maqenisë së Veriut, mbi 1,5 miliardë euro, që e lidh Maqeninë fillimisht me Shqipërinë, po është korridor pan-evropian, korridori NATO-s. Kemi folë për gjuhën shqipe, kemi folë domethënë për decentralizimin, për frymën e marrëveshjes së Ohrit, dhe kum garantu ministrin domethënë që as 1 milimetër pra nuk është degradu, po në shumë sfera ka avancuar çështja shqiptare në Maqeni. Prandaj do jemi më shpesh edhe para mediave, ti bashkë bisedojmë këtë çështje domethënë që ta ketë më qartë edhe opinionin në Shqipëri për realitetin në Maqeninë e Veriut. Edhe një gjë, sepse ishte shumë e rëndësishme për mua që diskutonim, siç e tha kryetari, për gjitha ato çështje që janë të rëndësishme, edhe për çështjen e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, një nga themelet e identitetit, ajo që unë kam quajtur ADN-ja e kombit ton, e cila është absolutisht gjëja që ne duhet ta ruajmë, ta forcojmë, ta zhvillojmë dhe ta transmetojmë. Dhe ndihem mirë që jam i siguruar nga kryetari që elementi i gjuhës është një ndër çështjet që ata e kanë në vëmendje të veçantë dhe që janë absolutisht të angazhuar, jo vetëm për ta forcuar, por për të parë se si mund të përmirësohet përdorimi i gjuhës shqipe në një shtrihje më të gjerë nga sa është aktualisht. Këtë votin në asyrit vizë. Ju fatë që të shumë të qështë është të e kaluar dhe ne jemi pak në komunist, jemi një arë në komunist. Në të që ato mesazhe kanë ekzistuar dhe janë të vërteta dhe ju në... Absolutisht nga ato nuk ka si... Shiko, nuk do më tërhiqni aty ku doni të shkoni ju. Rrini aty s'ka asnjë problem. Unë kam evoluar, Shqipëria është duke avancuar drejt BE-s, domethënë dhe nuk do merremi me tymnaj. Nuk kam thënë një herë, unë e kam sqaruar edhe përmes zëdhënësit, e kam sqaruar edhe përmes intervistës time, po sqaroj edhe tani. Nuk ka absolutisht asnjë gjë që ja vlen, për të cilën ja vlen të humbasim kohë, sepse kemi punë të mira për të bërë dhe na presin rezultate. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi të kishim. Faleminderit. Qëndrimi juaj është personal. Ishte ministri i Ferit Hoxha në këtë konferencë të përbashkët ku u ndal